Në një fjalim prej 40 minutash, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, njëkohësisht kryeministër, deklaroi programin për integrimin e BE, por edhe kushtet për kandidatët e 11 majit. Dhe njëherë saktësoi se kush ka më shumë se një mandat nuk do të jetë në listë hapur. Në gjininë mashkullore, që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste, nuk do jetë në listën e mbyllur. Për ata që nuk e duan si sfidë, u vuri një kusht. Nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëjmë dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Shkak për këtë përjashtim vuri eksperiencën që ata kanë në mbledhje të votave. Luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. Drejtuesit e qarqeve do të jenë në listë të sigurt. Kjo që ata të mos shfrytëzojnë postin për të mbledhur vota vetëm për vete. Do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të çorientojë gjithë skuadra, ndërkohë që skuadrat e qarqeve të jenë super kompakte. E njëjta gjë vlen dhe për të si kandidat, por amashtoi se edhe mund të mos jetë fare në listë. Pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë, dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Kritikëve se të rinë nuk kanë eksperiencë për të drejtuar ju përgjigj me terma mjekësor. Për të bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për ta bërë partinë më të vjetër dhe më të re. Megjithatë, u shpreh se Partia Socialiste ka eksperiencën dhe ofron të rinjt, por është kundër votës për partitë e reja. Ne duhet të japim shqiptarëve partinë më të vjetër në eksperiencë dhe partinë më të re në energji. Nuk ka parti të reja që mund të bëjnë 100-ën e asaj që bëjmë dhe mund të bëjmë ne. Një pjesë e emrave tashmë ka dalë edhe në publik, por kandidatët zyrtar të Partisë Socialiste do të vendosen në mbledhjen e kryesisë të mërkurën.